Nga me shte fjollët dhe që kanë ardhe dhe unë u habita që e pasha dhe labin këto. Shëndeti lab. Shëndetja, e mirë, pëse habite? U habita se di që keni në fa raporti jo. Jo, kena pas në big, edhe raporti vazhdon dhe jashtë. Sigur ta? 100%. Okay. Tregom që e kështë e uru fjollës të. Mja kësha uru të në të mirat, Nuk i nevojnë, shëndet, po kom qef që me pas pak ma shumë, ma shumë aur. Fjollës e kësha uru krejt mirat se i meriton. Shëndet, mas pari, harmoni edhe krejt sukseset në botë. Po vazhdoj me pyetje tjera? Hajde. Qaja të bote me jetën tëne? Unë jom të marrë vetën mas bigut, jom të punu për disa projekte, cilat i kom pas plan edhe para se më fut në big. Që janë? Që janë, si jam fan si aty në publikime të mdoja halo pa pas kërgjëvish konkrete, jom të punu për disa projekte. A ka të bëj me gatem në isen? Ka të bëj me gatem, ka të bëj me televizion, ka të bëj me këtë botën e entertaining, me këtë botën e artë. Ja nisë edhe të na emision, se ja ka nisë ta ish banorët me emisione, me na marë punën. Kush? Toni për shambull. Pa e si dijet, nëse vjen e ofertë mirë, pse më refuzu. Po thu që je i gatshëm me bëha dhe gazetarin, a? Gazetarin është bashkë ju, po moderatorin e kisha bo. Qa të dikon një mes i lejt. Tregojmë shiki raportet me ish banorët e bigut. Me shumicën i kom raportet shumë nice. Kena raporte shoqërore, vazhdojna më taku, vazhdojna me fol, me plot. I kom raporte ma të mira sot që i kom pas në shpe, me disa s'kena kontakt heq. Me kanë s'ki kontakt? Emra besoj që është njerëz që më ndjekin në rrjetet sociale. Për shembull, me Elionën a ki kontakt? Me Elionën kom kontakt, po. Ku është ajo çik se u hubi ka? Eliona është suhup, Eliona e pat rastin e vetë familjarë dhe është të rekuperu edhe kam më rikëthisht shumë shpejt. Me labin? Labin të në gjio? Kontakt me veten? Jo, me labin tjetër. S'kam kontakt. S'ki, a? Jo. Me Aurorën që në raport, se po komentohet shumë, një farë shoqëni e juve shumë ofert. Kena shoqëni të ofert, po ato lajmet që kanë dalë që jena lidhë si të bashkëtu, si në vërteta. Më thoni vetë sen që na bashkon është bashkëpunimi në punë, edhe shoqënia dhe energjia një që e kena. Do të thani je single? Jam single 100%, kështu që i kom thonë Aurorës mos më jop shancat, si jam i fejun, se kishte dalë lajmi që jena feju, si jena vetë shoqëni e pastër, kushtet tjetër. Shumë sukses edhe faleminderit. Faleminderit shumë, gjithashtu, kënaqësi sonte.